le të shikojmë disa aspekte vëllai, le të shikojmë aspektin e sabatit, sepse kur vllai flet për disa gjëra, unë lutem atë që ti kuptosh. Në vitin 321 pas Krisht, pas Mesias, perandori Roma Konstantini, që sapo ishte konvertuar në katolicizmin, dekreton me ligjin e tij të shfuqizimit të sabatit dhe ndryshimin e të së dielës si një mënyrë e re e adhurimit, pasi ai veç çfarë po adhuronte diellin dhe e quan si dita e nderuar e diellit. Dhe kishte bërë praktikë para se të vinte këte në besim, ashtu që besimin e tyre katolik. Dhe vazhdojmë asandaj duke dekretuar dhe besimtarët e vërtet që ndiqnin judenj të lavdiatit të udhërimet të Atit, që kishte me mira judenj vëlla motër në veprat 21, që besuan tek Mesia. Jakovi flet për ato gjëra. Vëlla, Shaul Palit i thoshte, ti e shikon sa mira judenj që kanë besuar dhe janë me zell ndaj ligjit? Veprat 21. Beslidhja e re, kisha e restauruar, e bashkuar jo hebrejtë me hebrejtë. Janë me zell ndaj ligjit, thot veprat 21. Dhe Pali thot më vonë që unë e di tha që ti ecën bindur ndaj ligjit, po tregoj këtyre farisejve tha, që nuk besojnë tek Mesia tonë, ti ecën në udhërimet e Atit. Ndërkohë farisejt akuzuan Mesian që po shkelte sabatin, donin ta bënin me mëkat, donin të gjendin një arsye. Dhe sot, në këtë rast, kjo asamble e bën me mëkat Mesian, e di sepse ti thua që Mesia ka shfuqizuar ligjin. Kur shfuqizohet ligji çfarë, me çfarë do ecësh? Në palishmëri, në paudhësi. Dhe kur thua që Mesia i kurqizoi ligjin në kryq, është marrëzi vëlla e motër, sepse në Efezianë 2 po flet për udhërimet e njerëzve, traditat e njerëzve që farisejtë kishin vendosur blloqe dhe mure që ai shembi. Që masandaj Kornelu nuk mund të miqësonte me judenjtë dhe tha Pjetrit, shko, tha birim, tha, sepse tha, ke disa gjëra dhe ti për të rafinuar, tha, po gjithsesi tha, të thash qarqafin që të mos e quash asnjë njeri të papastër, mos ma quash Korneliun të papastër, sepse lutja e tij u dëgjua përpara meje. Sa gjëra të keq interpretuara, kur nuk dimë njohurinë e asaj kohe, çfarë ndodh, kush ishin apostujt, çfarë praktikuan, çfarë bënin farisejtë, sjellin filozofit tona si për gjetur arsye dhe justifikim për të shfuqizuar ligjin e Atit, karakterin e Atit. Vëlla motër, duhet të largohemi prej këtyre gjërave, se janë katoliko-paganët që shfuqizuan gjërat në 300-ën dhe i ndihmuan masandaj farisejtë e saj kohe në të tyren. Në 200-ën ata vazhduan me gjërat e tyre, masandaj kemi lindjen e denominacionëve, që shikojmë Konstantinin këtu perandorin Roma, që masandaj nuk do që judenjtë e vërtetë që ndiqnin Mesian në urdhrimet e Atit të praktikonin fejsa të urdhrimin sabatin, që shikon këtu në 321 që ai dekreton dhe shikohet ti çfarë thotë. Lutem Atit që të shfaqet edhe në ekranin tënd, po lavdiati. Në 7 marsit të 321 dekreton, kjo ishte AD do thot mbas ringjalljes së Mesias në vitin 300. Të gjithë gjyqtarët dhe banorët e qyteteve dhe të gjitha vendet e tregtisë të pushojnë në ditën e nderuar të diellit. Ja ku ke këtë çfarë po thot këtu lart në anglisht. Në ditën e nderuar të diellit, sepse adhuronte diellin. Dhe në këshillin e Laodicejës që mblidheshin katolikët dhe ishte vetë perandori Romak Konstantini që në kanonin 29 tek e lartë kreton masandaj dhe thotë të krishterët, sipas tij të krishterët, kujt? Katolikët, jo të krishterët. Krishterët e vërtetë mbas apostujve ishin duke zbatuar urdhrimet e Atit, sabatin e tij. Por në këtë rast kishin fjalët për besimin e tyre, thënë nuk do të judaizojnë duke pushuar të shtunën. Shiko çfarë terma dalin. Të vejmë fan. Katolikët se nuk kishin të krishterë vëlla motër. Besimtarët e tyre, besimet e tyre, edhe nuk duhet të judaizojnë duke pushuar në sabatin. Ku i dëgjon këto deklarata? Në momentin që zbaton urdhrimet e Atit, në momentin që dëshiron të konfrontohesh me karakterin e përsosur të Atit, të zbatosh urdhrimet e tij, sepse dëshiron të shprehësh dashurinë e vërtetë ndaj Atit, ta nderosh besninë e gjakut të Mesias,
fillojnë të dalin frymrat masandaj, thonë, o judaistët. Ja ku kanë dalë deklarimet, ja ku janë dy shepujt e Konstantinit që sot i ke përreth në ata shëquajtur ke dhe pastorët që të deklarojnë, sepse ata janë kryesorët që vazhdojnë të mbajnë peng popullin e Mesias që ai bleu me gjakën e tij. Nuk duhet të judaizojnë duke pushuar në ditën e sabatit të shtunën, por duhet të punojnë në atë ditë, vërtet? Duhet ta shkelin urdhrimin e Atit. Ati thot pushon atë ditë, kurse Konstantini thot duhet të punojnë atë ditë. Në vend që të nderojnë ditën e Zotit, të kuj Zotit? Zotit të diellit. Jo Zotin e Izraelit, jo Jahuen që krijoi qiellin e tokën, që pushoi në ditën e 7 dhe e vendosi si besidhje të përjetshme pa pak më përpara. Nëse munden duhet të pushojnë si kush, si të krishterët, si katolikët, se normal që qunin veten të krishterët. Por nëse ndonjë do të gjendet të jenë judaistë, shiko, çfarë dekretohet më së ndaj. Do të jenë të mallkuar nga Krishti, vërtet? Do të thënë, Krishti vetë që mbajti sabatin e Atit ishte në këtë rast ishte mallkuar nga Ati? Shiko si dalin ligësi të tilla nga këshillat e caktuar të asaj kohe që vllai ka folur në adhurimi pjesa e tretë që shumë për ju mund ta keni parë në Facebook. Ja ku janë dekretimet, ja ku janë dy shepull masandaj që lindin me të njëjtat fjalë dhe akuzime që Satani nxjerr, sepse dikush do të mbaj sabatin, do të nderoj Mesian, do të nderoj Atin tonë që na dha urdhërim të përjetshëm, ndërkohë ai sabati do jetë në 1000 veçare në Isaia 66, nga një herë re në tjetër, nga një sabat në tjetër do vinë të më adhurojnë mua, thotë Jahwe. Isaia 66, 1000 veçari, kur Mesia do jetë këtuja. Kolosianë 2 vëlla motër. Ky është interpretimi i Kolosianëve 2, është hija e gjallë që do vinë. Ku? Në 1000 veçarin, Isaia 66, Ezekieli 45, prapë të njëjtën gjë flet. Ja një tjetër në të rast dishepull dhe ishte Eusebius, që ishte peshkopi Konstantinit në 333. Të gjitha gjërat çfarëdo që ishte detyra për të bërë sabatin ditën e 7 javës, thot ne, thot Konstantini dhe unë, thot, dhe peshkopët e tjerë kemi transferuar në ditën e Zotit, në këtë ditën e parë të javës, të dielën, në ditën e diellit, që ai ishte adhuruesi i diellit, si më shumë të përshtatshme që i përket asaj. I përket kujt? Mendjes mishore që nuk do të zbatojë ligjin, po i përket. Ja ku janë ndryshimet që vllai ka folur, në lutem Atit që ti dalë në dritën e ligjit, sepse ligji i tij është dritë, vëlla motër. Ati është dritë, Mesia tha unë jam drita e njerëzve, fjala e tij është dritë, është llambë në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë. I kemi shkrimet, kemi evidencat. Nuk duam të ndryshojmë në karakterin e Atit, nuk duam të besojmë shkrimin që është i vërtetë. Dhe gjejmë arsye justifikime sa të mundshme si në këtë rast, sepse jemi keq informuar. Ndërkohë evidencat i kemi përpara. Edhe i leri këto për momentin. Shkrimi, çfarë thotë? Mesia çfarë tha në Mateu 4:4? Që të rrojnë nëpërmjet urdhrimeve të Atit që ishin shkruar në ligji për të rirë 8:3. Kemi gjë fillim të ministrisë në shkretëtirën mbas pagëzimit të Mesias të Krishtit? Jo, nuk kemi, se akoma është në shkretëtirën. Dhe fjala e parë që na tregon që neve duhet të rrëzojmë Satanin, në këtë rast edhe duhet të manipulojmë planet e tija, është duke zbatuar urdhrimet e Atit. Të jetojmë Galatasve 3:12, që njeriu do të jetojë nëpërmjet tyre. Përmend Ezekielin 20. Njeriu do të jetojë, thotë, njeriu do të rrojë nëpërmjet besimit. Apostulli Shaul Pali citoi Habakukun, pasandaj ligji nuk është nga besimi, por njeriu që do t'i bëjë ato do të rrojë nëpërmjet tyre. Vargu 12 në Galatasve 3. Përmendi që ne do të rrojë nëpërmjet veprave të ligjit, dhe kemi besimin tek Ati, tek biri i tij, lavdiatit, sepse biri i tij do të kemi besim në atë parë që u ringjallën në tretë, të kemi besim që ai do shfaqet, ai shpresa e lavdisë që po vjen, pasandaj të kemi besim që ai do na ringjalli. Se Ati dha autoritetin për ta kryer të gjë. Për të gjithë ata që do t'i binden, Hebrejnë të 5:7, 8:9 dhe vargje. Vazhdojmë. Ndërkohë dita e Zotit ishte tjetër, më nese,
Një tjetër deklaratë për Pashkën që bën Konstantini në atë kohë. Ju që kuptoni anglisht mund të shikoni pak më lart vëlla motër, por ja ku kam përkthyer në 325 mbas ringjalljes së Krishtit. Ne në pushtetin tonë, nëse largojmë traditat e tyre të Pashkës së vërtetë në ditën 14 të muajit të parë, të zgjatim kushtimin e duhur të kësaj urdhërimi të Ishtar, që ishte adhurimi i mbretëreshës të qellit, pasandaj u bë Miriam, u bë Maria, mbretëresha e qellit, prandaj shikon sot deklarata të tilla dhe adhurime që bëjnë sot. Neve në këtë rast do ta zgjatim kushtimin e këtij urdhërimi për kohrat e të ardhmes me anë të urdhërimit me të vërtetë. Ja se thotë, ndër gjenerata duhet të praktikohet në këtë rast dita e diellit që transferuan nga ditën e 14 që mund të bjerë në çdo ditë në kalendari biblik, por normal që nuk kishin kalendari biblik, kishin kalendarin e tyre. Pastaj Papa Gregori i 13 në 1600 lindi lindi kalendari që ka sot ka bota, që ata kanë, dhe do të bjerë gjithmonë e dielë, vërtet. Përse kjo e diela? Dita e adhurimit të diellit. Ndërkohë, dita e Zotit, mos e dita e gjykimit, e zemërimit të tia, Sofonia, Zbulesa, Isaia 24, i flasin hapur vëlla motë. Shikojmë një provë tjetër. Shpejt, katekizmi i konvertuarve të doktrinës katolike në librin e tyre flet në faqen 50, thotë, ke lart këtu. Cila është dita e sabatit? E shtuna është dita e sabatit? Po, është e vërtetë. Shiko çfarë thon pastaj. Përse respektohet e diela në vend të sabatit? Të shtunës? Ne, katolikët thonë, respektojmë të dielën në vend të shtunës sepse në këtë rast sektët katolike në këshillin e Laodicejsë 336 pas Krishtit e transferoi solemnitetin nga e shtuna në të dielën. Kë përmendi? Konstantini. Na i transferoi tani neve vazhdojmë me këtë ditë. Dhe çfarë ka ndodhur gjatë viteve vëlla motër? Ka ndodhur të njëjtën gjë që dhe në reformistët që filluan masandaj duke thënë pjesërisht të vërtetën, po jemi të shpëtuar me anë të hirit Efesianë 2 lavdi Atit, është dhuntia, është dhurata e Atit, ne nuk mund të shpëtonin veten tonë. Por çfarë mbajtën? Mbajtën gjërat katolike, mbajtën ditën e adhurimit, hoqën librat që duhet ishin në Bibël, të njëjtën kohë dhe vazhduan të implementonin sektet e tyre, luteranët, kalvinistët dhe ke çdo lloj manipulimi masandaj që ndodh më vonë. Denominacionet që u shpërhapën gjatë viteve mbas-ikjeve të apostujve, këto janë provat vëlla motër. Kur sabati është një shenjë beslidhjes së përjetshme, kur ka autoritet pa thye një diçka që atë ka dekretuar të përjetshme. Vetëm Satani mund ta manipulojë, sepse ai dekret që ati ka kryer, ajo urdhrim që ka folur, urdhrimet e tija janë të përjetshme, nuk ka në këtë rast asnjë autoritet të tyre, vazhdojnë të kenë implementim dhe nëpërmjet fjalës do gjykohemi në atë ditës. Unë të inkurajoj vëlla motër të largohemi nga gjërat të tilla. Lutem Atit që ti të shikosh vetëm këtë varg në të rast kur të thotë që është një beslidhje përjetshme që duhet kremtuar brez pas brezi. E përjetshme. 2 herë përmend Ati në të njëjtën 2 vargjet. Beslidhje përjetshme, thotë është një kontratë, është një marrëveshje që unë kam bërë të përjetshme, në Galatasve 3:29, nëse tani jemi në Mesian, jemi bijtë e Abrahamit, premtimet që Ati dha etërve tanë për restaurimin e 12 fisëve të Izraelit që na shartovi, na bëri pjesë, Romakëve 11, Efesianë 2, beslidhjen e re, Jeremia 31, që Mesia erdhi për kë? Për shtëpinë e Izraelit dhe të Judës. Masandaj na bëri pjesë vëlla motër. Erdhi për delet e umbra të Izraelit. Masandaj dha fuqinë apostujve që ju të shkoni dhe tek Korneliu dhe në të gjithë botën. Vazhdojmë me hirin e Atit. Lavdimit të tij. Le të shikojmë evidencat e shkrimit, sepse pretendojmë asandaj ditën e parë të javës. Çfarë thuhet nga ana greke? Katamia sabaton. Çfarë do thotë?
katamia sabaton, fjala sabat, në këtë rast sabaton do thot sabat, nuk do thot ditën e parë të javës. Kush ta manipulovi? Njeriu manipulovi shkrimin. Ja ku e ke manipulimin, fjala ditë, po ta shikosh në ekranin tënd, unë lutem aty po, dhe dallon. Ja ku e ke, parë Korintasve 16:2, ku është fjala ditë që përket nga ana e fjalës greke këtu? Kemi ndonjë fjalë këtu? Nuk ke asnjë fjalë, se fjala ditë është në klapakatrore, shtuar. Ndërkohë, fjala sabaton do thot sabat, vlla motër. Ja ku e ke. Nga 45:21, fjala sabaton do thotë dita e 7 e javës, festa e shenjtë, lavdiatit, po është festa e tij, është festa e parë. Është festa e parë Levitiku 23. Institucioni sabatit, ligji për shenjtërimin e çdo të 7 ditët e javës, është ligj i përjetshëm, një sabat i vetëm. Ja ku ke këtu marrë nga Blue Letter Bible apo në çdo leksikon që ti mund të shikosh, fjala sabaton do thotë sabat. U përmend 68 herë, gati 70 herë për Mesian u përkthye sabat, mbasi Mesia u ringjall vlla motër masandaj për apostull në u dita e parë e javës, nga dalin këto doktrina demonike. Këto janë heresitë që janë predikuar gjatë mbasikjeve të tyre. Kur apostulli Shaul thotë unë eci bindur ndaj ligjit, po ta tregon. Anania në vepra 22 ishte njëri devotshëm sipas ligjit që kishte një dëshmi të mirë midis judenjve. Asambleja në vepra 15 që shikon në këtë rast judenjtë dhe jo hebrejt që kishin besuar, ju thuhet që të mbajnë ligjin për ato 4 gjërat fillimisht që do të lini minjanës, sepse Mojsiu ishte predikuar në këtë rast në çdo sabat në sinagoga, çdo sabat kemi miqësinë e vërtetë. Dhe masandaj dilte vllai duke folur gjërat çoroditura me mua në telefon dhe përmende ja këto 4 gjëra do të bëjmë ne vërtet, por vargu më vonë çfarë thotë? Sepse Mojsiu ka akoma njerëz që predikojnë atë çdo sabat në sinagogë, çdo sabat. Sepse ishte karakteri i tyre, ishte sjellja e tyre, ishte stili jetesës së tyre që Mesia la. Për Mesia në këtë rast përkthehet sabat, fjala sabaton. Masandaj kur ai ringjallet i thotë tani unë eca në drejtsinë e atit, pa të meta, pa mëkat, kurse për ju tani apostujt, ju do të ecni pa ligjshmëri, thyeni sabatin tani hiqeni. Kur ati vendosi të përjetshëm vlla motër, a kemi ndonjë pak logjikë, a kemi çik ndërgjegje të mirë në këto orë të fundit? Kur Mesia vjen në Mateu 5, thot, mos mendoni dhe thotë 3 herë, 4 herë, duke përmendur në 3 vargje. Mos mendoni që unë erdha për të shfuqizuar as ligjin as profetën, mos mendoni, mos u mashtrojnë, mos u drejtoni me mësime të rreme, mos u hynë në mendje, thot. Mos u magjepsoni, thot. Unë nuk erdha, thot, për të hequr karakterin e atit. Unë jam biri i tij. Unë po lutem që të marrëm në këtë rast ringjalljen time, siç e pamën e Hebrejnë të 5, me lutje me përgjërime, thot, që të më ringjalli mua, thot. Pastaj lavdiatit, sepse çfarë? Me anë të bindjes e përfitoj atë lavdi, vlla motër, pikërisht po flet që ne me anë të bindjes përfitojmë neve lavdin tonë, kurorën tonë. Hati në ndihmoft. Zbulesa 22, çfarë flet vlla motër? Vargu 14. Ati thot, unë jam alfa dhe omega, alefi dhe tavi, thot. Që ta thot në vargu, në kapitullu 1:8. I plot fuqishmi, unë thot Jahwe, unë jam, thot kryusi i qiellit dhe tokës. Në qoftë se do lum ai që zbaton urdhrimet e mia, që do ketë të drejtën për të ngrenë nga pema e jetës për të hyrë në portat e qytetit, Jeruzalemi i ri, që ndodhet pema e jetës, druri i jetës brenda në qytetin në 1000 vjeçarin ku Mesia do jetë. Kush është konteksti në vargu 14? Janë urdhrimet e atit. Po flet kujt? Besimtarve që kanë hyrë në beslidhje me Mesian, kanë besuar, Efesianët 1:4, e kanë kryer tashmë këtë rast, janë vullosur me frymën e shenjtë. Por flet që masandaj në pak më përpara që të mos vi që ta heq emrin tënd nga libri i jetës, sepse u vullosur me frymën e shenjtë të premtimit, masandaj është e përjetshme në këtë rast shpëtimi tonë? Përse bien nga besimi? Përse largohen në paudhësi? Sepse nuk zbaton urdhrimet e atit, ka të bëjë me transformimin frymëror, me ecje në përsosshmëri, të pastrohemi nga mëkatet dhe përse tha
Davidi që ka mbrojtur fjalën tënde, ke urdhrimet që ai kishte në atë kohë në Psalmin 119. Dhe ka mbrojtur fjalën tënde, urdhrimet, ligjin tënd në zemrën time që të mos më katoj kundra teje. Si mund ta bëj njeriu rrugën e tij të pastër në vargun 43? Vetë se duke ruajtur fjalën ke, urdhrimet, festat e atit, ligjin e tij të përsosur, duke zbatuar nderuar atin, bestidhjen që ai foli po më përpara, tani neve na bëri pjesë në gjakun e Mesias. Mesia, vlla e motër, vendosi kryepriftërinë e tij të përsosur. Dhe e tha me gojën e tij që unë nuk kam ardhur të heq karakterin e atit, ligjin e tij të përsosur. Këto janë disa koncepte që më vonë masandaj në njëjti në Mateu 5 thotë që zbato urdhrimet e atit që të jesh më i vogël apo më i madh në mbretërinë e qejve që do vijë në atë kohë ku unë do jem mbret me të gjithë dhe unë. Ja ku e ke përkthimin e saktë, katamia sabaton në çdo sabat. Po mblidheshin në këtë rast dhe Polini Minjanë të ardhë diçka në këtë rast për të ndihmuar apostujt të predikonin lajmin e mirë të mbretërisë. Lajmi i mirë i mbretërisë nuk është vetëm u ringjall në ditën e tretë, vëlla motër. Këto gjëra na kanë mbajtur peng për vite, për shekuj. Lajmi i mirë i mbretërisë fillon aty. Masandaj ka gjëra që duhet të flasim, që duhet të bëjmë, që të tregojmë në këtë rast të denj atit që na ringjallin atë ditë. Unë nuk dua të zbatoj urdhrimet ligjin tënd, por gjithsesi ti do të më ringjallësh. Vërtet? Vërtet, vëlla motër, çfarë prekëm ne Hebrejtë 5 vargu 8? Autori i shpëtimit të përjetshëm për të gjithë ata që i binden. Kur libri është mbushur plot me urdhërimet e tija, me vargje që kemi për që apostujt flasin, nuk erdha për të fuqizuar ligjin, thotë Mesia. Masandaj në Romakët 3:31. A mund të anullojnë ligjin nëpërmjet besimit, thotë apostulli Shaul Pali? Kështu mos qoftë, thotë. Kështu mos qoftë. Por çu ka ndodhur. Nuk ka ndodhur. Prap, shkrimin tjetër, në Veprat 20. Por në një prej sabateve, ishin mbledhur apostujt për të thyer bukën. Mesia shkoi tek a nuk e pam pak më përpara, që shkoi lart që shkoi hyri brenda në shtëpinë e fariseut dhe theu bukën. Ishte sabat. Është traditë. Onek quhet, është lidhje për të ngrënë, sikush sjell diçka për të ngrënë, e thyet buka me njëri tjetrin, sepse u thye buka masandaj dikush mendoi, sepse duhet të miqësojmë në ditë, duhet të ta mbajmë si ditë të veçuar, ditën e parë të javës, duke hequr në këtë rast, duke hequr fjalën sabat për kthyer masandaj që e kanë bërë javë, ndërkohë fjala sabaton do thotë sabat, dhe ishin në sabatin e parë. Në sabatin e parë, në një prej sabateve, gjithashtu në të njëjtën kohë numërohen 7 sabate për ditën e Pentakostit. Mund të jetë një sabati i parë i muajit, që po e fliste në këtë rast, po e thoshe që të vini më njënë diçka. Në çdo sabat, çdo javë. Këto janë koncepte që mund t'i marrësh, duke shprehur apostujt nderin e bestidhjes që ati i futi. Ajajaj. Ja ku kemi motrat. Jo, këtu janë festa e tij. Mbledhje e shenjtë, një nga festat e ati. Ishte zakoni apostujve që thyenin bukën nga shtëpia në shtëpi. Çdo ditë. Luteshin çdo ditë në tempull. Sepse ata luteshin çdo ditë dhe se u mblodhen çdo ditë, thyenin bukën çdo ditë. Dhe pasandaj, po unë mund të adhuroj dhe mund të mblidhem çdo ditë. Po vëlla motër, duhet të mblidhemi dhe duhet të miqësojmë çdo ditë. Çfarë thot urdhrimi? Mesia ta është shkruar në urdhrime çfarë duhet të bëjmë. Dhe në 3 herë kur tha në shkretë të tjera shkruar, ku i mori? I mori nga ligji për të rirë. Ligji për të rirë te 3, që fletë e shkruar që du të rojmë me çdo fjalë që del nga goja e Elohim, masandaj tha mos e tundoni atin, siç e tunduat në shkretë të tjera, prandaj tha Satanit, mos e tundo, po adhuro atin. I mori nga urdhrimet e tija që në këtë rast ati kishte folur, kishte dekretuar të përjetshme. Hebrejtë 4. Dhe sot duke thënë që mbas shumë kohë me gojën e Davidit, sot në qoftë se dëgjoni zërin e tij,
mos u bëni zemër ngur. Sepse në qoftë se Jahoshua do të kishte dhënë prerje, nuk do të kishte folur për një ditë tjetër. Pra, mbetet pra një sabat, sabatizmos nga greqishtja, mbetet një sabat për popullin e tij, për popullin e Elohim. Mbetet që të hymë në atë prerje me anë të ecjes tonë, zbatimin të urdhrimeve të Atit. Mbetet një sabat, po është i përjetshëm, nga ana tjetër po flet nga ana figurative të njëjtën kohë, hebrejtë. Po e lidh me ditën e 6, në këtë rast 6000 vjetët, dhe dita e 7, 1000 vjeçari i fundit që kemi me mbretërinë e Mesias, mbretëria e paqes, beslidhja e paqes. Mbetet që të hymë. Si do hysh? Duke shkelur ligjin e Atit që është mëkat? Ja shikojmë përmbledhjen biblike të fjalës sabatismo. Thjesht. Nga 45:20 sabatismos, çfarë do thotë? Një mbajtje sabatit nga adhuruesit e vërtetë të Elohim dhe të krishterëve të vërtetë. E thotë përmbledhja e përdorimit biblik vëllamotë. Për fjalën sabatismo që kene Hebrejnë të 4 këtu janë. Mbetet pra një mbajtje e sabatit për adhuruesit e vërtetë të Elohim dhe të krishterëve të vërtetë, ka po thotë. Mbetet pra. Normal që mbetet. Zbulesa 22 flet për urdhrimet e Atit që duhet i praktikojmë. Profecia e Mesias vëllamotë. Këto gjëra kanë folur vite më përpara, por shumë herë i përmend në predikimet. Profecia më e madhe që Mesia tha, çfarë përmendi? Lutuni që ikja juaj të mos ndodhi në dimër dhe as në ditën e parë të diellit, jo. Në sabat, dhe as në sabatin, në të shtunën, lutuni që ikja juaj të mos ndodhë në dimër as në sabat, nuk tha ditën e parë të diellit. Ndërkohë që kanë përmendur më përpara, Luka 23, mbajtja e festës së bukës pamaja, vëllamotë nga motrat që ishte në ditën e Pashkës, që po flet që gratë e kishin ndjekur Jashuan nga Galilea, duke ndikur afër, e pan varrin se në mënyrë si ishte vendosur trupi i tij, dhe pastaj çfarë u kthyen për të përgatitur era të mira, dhe çfarë gjatë sabatit, që ishte për sabatit e parë e bukës pamaja, pushuan sipas urdhrimit të dhënë në Levitiku 23, që është sabat i lartër, quhet është pushim, dita e parë dhe dita e 7 e bukës pamaja, mbas Pashkës. Tu ishte dita e përgatitjes, ishte Pashka dhe sabati, e kishte fjalën sabati nga ana e ditës së lartë që quhet dita e parë e bukës pamaja. Ja, po të kam për ishte Pashka, kam marrë një datë që kemi patur më përpara. Tu është dita e 14, quhet dita e 14 e muajit të parë është Pashka. Pastaj të nesërmen, quhet sabat është dita e parë dhe dita e 7. Dita e parë dhe dita e 7 janë pushim, quhen sabate. Këtu në të verdhë ke sabatin javor. Vëllamotë, si qëlloi kalendari i asaj kohës. Dhe në dieshile është festa e bukës, janë frutat e para, festa e frutave të para, mbas sabatit javor. Të nesërmen është festa e frutave të para. Ja çfarë fletën e Marku, tras Markos që 16:1 përdor fjalën sabatou në këtë rast për të referuar sabatit të lartë të cilin pushonin gratë, që ishte dita e 15 e muajit të parë, dita e parë e festës bukës pamaja, atë që fola pak më përpara. Dhe ja si thotë, kur kaloi sabati, Miriam dhe Magdalena, Miriam dhe nëna Jakobit dhe Salomeja blen aroma që të vinin dhe të ata vajosnin. Blen aroma vëllamotë, mbasi kaloi sabati, sepse në ditën e sabatit nuk lejohet të bleste të shesh. Prandaj që kur kaloi sabati, ato vajtën dhe blen aroma. Ja ku është harmonia e shkrimit. Kaloi sabati, pastaj vajtën blenë. Kaloi dita e parë,
e bukës në pamaja që quse sabat, pastaj vajtën blen aroma që të vajosnin trupin e tij. Vlamotër, po të shikosh se unë po e marr pak si shpejt, po të shikosh premtimet e 1000 vjeçarit në Jeshaja 56, çfarë thot? Kush është konteksti dhe çfarë do të bëjmë? Thot në vargu 2, lum njeriu që vepron kështu dhe biri njeriu që përmbahet kësaj që respekton sabatin, thot ati. Pa e përdosur, që mban dorën e tij nga krye veprimit të çdo keq, thot. Dhe pastaj flet për Enukët, thot që respektojnë sabatet, festat e mia, thot mos thonë që jam dur i thatë, thot që më kanë përjashtuar, dhe durit të thatë ishte edhe Korneliu që kishin përjashtuar. Por atë thot mos thonë, thot, sepse nëse ata në këtë rast të zgjedhin, në këtë rast që të më pëlqejnë mua, që i përmbahen me vendoshmëri beslidhjes time, do t'u jap atyre në shtëpinë time ku, në 1000 vjeçarin, dhe brenda mureve të mia, mureve të qytetit, një vend dhe një emër që do të vlej më tepër nga i bijave dhe i bijave, thot jo, ç'ke patur emër. Ndërkohë Mesia flet në Zbulesa, mos gaboj, në Zbulesa 12, ku flet për emrin që do t'jap në këtë rast emrin, thotë emrin do të zbuloj emrin tim, do t'jap emrin e qytetit, do t'jap emrin, thotë edhe emrin e atit, thotë. Do t'jap atë gurin, thotë masane të njëjtin që po fliste për 1000 vjeçarin, vëlla motër, që në muret e qytetit, thotë do t'jap brenda, thotë ty, thonë nëse zbaton sabatin, festat e mia, do t'jap një vend, që thotë Mesia do shkojë të përgatit një vend për ty në shtëpinë e atit tim, ka shumë banesa. Shtëpia e atit kush ishte, vëlla motër? Ta përmend këtu pak më përpara. Shtëpia e atit, ja ku e kemi këtu ja. Ja, një moment, falem, vëlla motër. Shtëpia e atit, ja ku e kemi, është 1000 vjeçari, vëlla motër. Është qyteti i tij, është tempulli i tij që do jetë brenda mureve të mia, ato do të jap një vend dhe një emër përjetshëm. Bires thot, nëse dikush do të zbatojë gjakun e beslidhjes të birit tim, thot, dhe atyre bive të huajve, kujt? Ishin të huaj ndaj beslidhjes, Efezianë 2, u afruam me anë të gjakut të Mesias, u afruam ndaj atit, ndaj ai çfarë kishte premtuar, çfarë kishte dekretuar. Bite të huajve që janë bashkuar me Jahuen për të shërbyer dhe për ta dashur emrin e Jahuet dhe për të qenë shërbëtorët e tij, dhe ata që respektojnë sabatin të shtunën, pa e përdosur dhe i përmbahen me vendoshmëri beslidhjesime, thot ati, do t'i çojë në malin tim të shenjtë, një emër tjetër për të thënë për Jeruzalemin e ri, qytetin e ri, që do zbresi nga qielli i tretë, prej ari, prej kristali, të trastegurt të çmuar. Thotë dhe do t'i mbush me gëzim në shtëpinë time të lutjes, sepse kombet do vinë të më luten. Lavdi emrit të tij. Çfarë thot Ezra, vëlla motër? Ezra 7. Në të vërtetë Ezra kishte përgatitur zemrën e tij për të kërkuar ligjin e Jahue, për të zbatuar dhe për të mësuar statutet dhe dekretet në Izrael. Jashtë ku shikon zemrën ndaj atit, për nderuar beslidhjen e tij. Kemi Ezran, kemi Nehemian, kemi Jezekielin, kemi Danielin, në të njëjtën kohë kur ndërtuan muret e shtëpisë së tij dhe masandaj restauruan beslidhjen në këtë rast në zemrat e tyre, që të ecnin drejtësisht në këtë rast në statutën dhe dekretet e atit që kishte dekretuar. Prandaj fillimisht Ezra përgatiti zemrën e tij, e pozicionoi zemrën për të kërkuar ligjin e Jahue. Ta kërkonte një në këtë rast, çfarë ishte shkruar, masandaj do ta zbatonte për veten e tij dhe pastaj do ta mësonte. Përgatitja, kërkimi, zbatimi dhe mësimi. Rruga e përgatitja e një drejtuesi. Përgatit zemrën, kërkon, shikon në shkrimin çfarë është shkruar, që të di çfarë të zbatoj, pastaj për t'ia mësuar. Sa prej këtyre etapave, vëlla motër, shikon këtu tinë, ndodhin sot në zemrën e njeriu apo në asamblen e përgjithshme.
përgatitja, kërkimi, zbatimi dhe mësimi. Ndërkohë, në para Timoteos 4:13, vetë apostulli thotë në këtë rast që duhet ishte kushtoheshe me vëmendje leximit të shkrimit. Cili shkrim ishte ai që kishte Timoteus, që kishte mësuar nëna e tij, që nga fëmiria ishte ligji. Ti kushtoj vëmendje, qëndro dhe mësoja të tjerëve. Sepse ata që do të dëgjojnë në këtë rast, ti do shpëtosh veten dhe ata që do të dëgjojnë. Ma motër është shumë serioze fjala atit. Shumë serioze. Përdosë sabatin ditën e shtunë është një gjë e keqe. Është një gjë, nuk është një gjë për qyer për paratit. Fjalë të urta 29:18. Kur nuk ka vizion, populli humbet. Por ai që zbaton ligjin, që janë brenda fesat, urdhrimet e tij, sabati i tij është brenda atij ligji, kushtetuta e atit, karakteri i tij, shoqëria e atit. Këtë rast kur zbaton ligjin, je i lumtur. Paqe të madhe kanë ata që zbatojnë ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Dhe por shikoja disa komente që në fillimet kur fillova dhe vën disa komente, faqet anonime siç janë, aty tregon, menjëherë tregojmë identitetin tonë, jemi të fshehur. Po ja, disa veta predikuan më përpara, ku janë ata u rrëzuan. U rrëzuan, përse u rrëzuan? Sa rrugën e tyre. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk do t'i rrëzojë. Ka diskurajim kur nuk pranohet shkrimi, siç nuk pranohet në zemrat e ngurta sot, kur nuk pranohen urdhrimet, shumë prej vëllezërve diskurajohen. Prandaj marrin kohën e tyre dhe largohen dhe bëjnë në këtë rast kanë rrugën e tyre. Ai nuk më takon mua. Por kur shikojmë vargjet, kur shikojmë të kemi një paudhësi dhe a ka dikush që mund të ngrejë muret në Shqipëri? A dëshiron dikush të qëndrojë, të zbatojë urdhrimet e atit, i pëlqejë atij dhe t'ia mësojmë të tjerëve, ndërkohë që shkrimi është i hapur plot, që nga ligji për të rigjashtë, t'ia mësojmë fëmijëve tonë kur jemi brenda, kur jemi jashtë, kur ulemi, kur ngrihemi. Populli im humbet, nuk ka vizion apo jo. Ozea 4, Ozea 4:6. Njëjtë kontekst. Atë që po flisnja. Populli im humbet për mungesën e njohurie, sepse ke braktisur ligjin tim, do të harroj dhe ty si mbret dhe këtëra do harroj dhe fëmijët tënd. Ozea 4:6, neve marrim vetëm atë pjesën e parë, siç ndodh sot me asamblejnë. Marrim një varg të caktuar, ndërtojmë teologjitë tona masandaj, në mendjet tona. Përse nuk vazhdojmë çfarë thotë shkrimi? Përse humbiste populli i tij? Sepse çfarë? Kishte, ja shikojmë atë varg, motor. Ndoshta shumë për jush ndinë vetëm që populli im humbes për mungesë njohurie, kaq. Po ta themi atë. Mos andaj jemi në rregull. Vërtet? E shikojmë bashkë. Ozea 4:6. Që është në harmoni me atë që po them, dhe fryma e solli, në zemrën time dhe le të vazhdojmë të ushqemi për shkrimit. Ozea 4:6. Populli im vdes për mungesë njohurish. Duke përse? Ti menjëherë vëlla motër, kur shikon diçka vdes për mungesë njohurie, okay, përse? Bëja pyetje shkrimit. Kërko, gërmo, medito në ligjit ti ditë e natë, që të kesh rrugën tënde të mirë, të mbarë. Populli im vdes për mungesën e njohurie, sepse, ta duke qenë se ke refuzuar njohjen, dhe unë do të refuzoj si priftinim. Përse? Sepse duke qenë se ti ke harruar ligjin e Elohimit tënd, edhe unë do të harroj bijtë tu. Ligjin, Toran, urdhrimet, sabatin që janë brenda atij ligji. Ja ku ishte tema që në këtë rast të humbisni për mungesën e njohurisë, sepse çfarë? Ishin harruar ligjin e atit dhe ka pasojë masandaj për gjenerata, vëlla motër. Prandaj, pak më përpara e shikon të njëjtin kontekst, ja po e afrojmë ndoshta dhe afrohen së bashku në ekran. Prandaj, të njëjtin kontekst e kemi në fjalët e urta 29:18. Kur nuk ka vizion, populli humbet.
humbet. Ja ku ke populli im, humbet, vdes, shkatërohet, thot. Sepse kanë refuzuar ligjin, kanë harruar ligjin tim, urdhrimet të rrugat e mia, thot Ati, por ai që zbaton ligjin tim është i lumtur. Ke gëzim, vëlla motër, ke stabilitet frymëror, ke transformim, Psalmi 19:7. Transformimi që duhet të jetë sot në asamble, në dishiplizimi i vërtetë, ndaj Mesias që ecën në rrugë të Atit në mënyrë të përsosur, është nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Besimin dhe urdhrimet ka qenë tema që nga zanafilla deri në zbulesa, ka qenë paketa e plotë. Psalmi 19:7. Ligji i përsosur ka aftësi të transformojë shpirtin e njeriut. E bën njeriun e thjesht e bën të urtë. Të urtë përse? Sepse ka urtësi, disi të eci, sepse urtësia është e dobishme për drejtim. Disi të eci, përse? Sepse në këtë rast ka fjalën, urdhrimet e Atit, që janë në ecin e tij, në këmbën e tij, sepse urdhrimi është një llambë dhe ligji i tij është një dritë. Fjalë të urta 6:23. Psalmi 119:165. Fjala e tij është llambë në këmbën time dhe është dritë në shtegun tim. Urtësi, diku po ecën në dritën e ligjit, ecën në dritën e Atit, në urdhrimet e tija. Diku shkon, vëlla motër, sepse shikon urdhrimet dhe nuk gabon, i praktikon në të mirën tënde të mundshme. Që të lejmë një trashëgimi, përse flitet në Eksodi 20, të njëjtin gjë, shpreh mëshirë për mirë ata që më duan dhe zbatojnë urdhrimet e mia, thot Ati. 10 urdhrime që janë zemra, është përmbledhja e kushtetutës Atit. Masandaj shikojmë çfarë do të praktikojmë. Do mbajnë e 1 vjeçarin, festat e tija janë të përjetshme, flet hapur zi Levitiku 23, Eksodi 12, Ati konsideron dhe i cakton të përjetshme. Atë që po thesha pak më përpara. Derisa të vi, thot, kushtoi vëmendje leximit të shkrimit, thoshte apostulli, thoshte Timoteus, që librat e Timoteus që ishte me baba grek, nena hebre, librat e Timoteus konsiderohen si bazë për formimin e një pastori apo jo, doktrina e shëndoshë, themi. Ndërkohë doktrina e shëndoshë është leximi i atij shkrimi. Kë shkrim, vëlla motër, kishte Timoteu që ai çfarë njinte që nga fëmiria, apo jo, sepse kishte nenën dhe gjyshen e tija që i mësonte, apo jo. Ja ku kemi. Gjyshja jote, i thoshte apostulli, dhe nena jote të kanë mësuar ty dhe jam i bindur që dhe ti ke të njëjtën besim të sinqertë dhe ecën në urdhrimet e Atit. Dhe pikërisht atë shkrim që ti ke nga fëmiria, kushtoi vëmendje leximit të ligjit të urdhrimeve të Atit, po e fliste, prandaj konsideron shkrimin në këtë rast, kategorizohet shkrimi si ligji i Atit, që du të kishte kujdes, t'ja kushton të tërësisht të jetën, prioritet në jetën tënde, thot disiplina jote është kjo. Çdo sabat lexohet ligji i tij, vëlla motër. Mbillin fjalën e tij, ajo fjalën e Jakovi 1, kush është, duke filluar nga vargu 21. Është ligji i tij i përsosur i lirisë, që të mos jemi dëgjues të ligjit të përsosur të lirisë, po të jemi berës të veprës së ligjit të përsosur, që të kemi mbarësi. Po i fliste Jakovi, po i fliste 12 fisëve të Izraelit, që në vargu 1. Ndërkohë, masandaj në vargu 25, thot, ndërsa, thot, ai që shikon me vëmendje dhe i kushton vëmendje, thot, ligjit të përsosur të lirisë, dhe është berës i veprës, do të ketë mbarësi në të gjitha veprat e duarve të tija. Duaje veten tënde dhe mësimin e atij, kujt të atij shkrimi, thot, të kujt, të ligjit të përsosur, thot, qëndro dhe duke vepruar kështu, do shpëtosh veten tënde dhe ata që të dëgjojnë. Vëlla motër, shkrimin që e përmenda dhe ta kalojmë shpejt për të përcaktuar fjalët kyçe, shkrimi, kush është? Kur flet në 2 Timoteus, çfarë po flet? Që nga fëmiria që po thosha pak më përpara, ai i njinte shkrimet sepse ja kishte mësuar nëna dhe gjyshja e tij që ishin hebrej. Shkrimet e shenjta, ligjin e përsosur, urdhrimet e Atit, sepse i gjithë ligji, shkrimi i Atit, është i frymëzuar nga Ati Elohim dhe vëlla motër, është i dobishëm.
Është i dobishëm për jetën tënde, ka kapacitet aftësi frymërore të transformoj jetën tënde radikalisht, nëse lejon. Nëse lejon me zemrën tënde, nëse pranon urdhrimet e mia, thot vetë fjalë të urta, ti pranojmë urdhrimet e tia që do na japin jetë dhe shërim ndaj trupit tonë. Është i dobishëm ligji i Atit. Është i mirë. A tha vetë apo është i mirë ta. Nëse njeriu e përdor siç duhet, është i mirë, thot, është i dobishëm. Gjithashtu thot rrezon çdo paudhësi, thot, dhe vjen në funksion dhe qorton shkeljet, thot. Dhe çdo gjë tjetër që është në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, që pastaj në fjalë të urta 4:2, doktrina e shëndoshë, mos ma braktisni ligjin tim, thot Ati. Po të jap një doktrinë të mirë, mos ma braktisni ligjin tim. Ligji i Atit është i dobishëm për mësim, për bindje, për mësim, mësimi i lartë. Ruaj veten tënde dhe mësimin. Mësimin atij shkrimi të ligjit. Është i dobishëm për mësim, për bindje, përse për bindje vëlla motër? A nuk tha apostulli Shaul Pali duke thënë, unë nuk e dinja mëkatin, thotë, vetëm me anë të ligjit, sepse ligji nxjerr pa mëkatin. Është të bind mas andaj. Është ligji që na bind, nëse po ecim mirë me atin apo jo. Jo ndjenjat e mia, jo emocionet e mia, jo euforia apo hormonet apo ku ta di unë çfarë ndodh brenda në trupin e njeriu. Unë ja po drejtohem nëpërmjet frymës. Si, duke ecur në paligjshmëri, ashtu ke mendjen e Mesias vëlla motër. Po flas për ty dhe për mua në të njëjtën kohë, po mundohen të punojnë në zemrën tënde thellësisht, sepse kanë qenë mësime të rreme, të gabuara, doktrina demonike që kanë zaptuar jetën tonë më përpara. Shkoj që të dalin në dritën e ligjit të Tij, në karakterin e përsosur të Atit, të mos ecin në paudhësi dhe pikërisht kur fryma profetizoi në sabatin e fundit. Ati po thret popullin e Tij të dalin nga paudhësia, dekretova pak më në një javë më përpara. Dhe as vetë nuk e kuptova, mas andaj fryma më bindi, tha, ajo që the pak më përpara nuk ishte prej teje. Ati po thret popullin e Tij të dalim nga paudhësia, vëlla motër. Po e thret Babiloni në këtë rast, dil prej Babilonisë. Thuaj popullit tim të dalin nga Babilonia. Ka dekretuar para dy vetësh. Më foli kur ishim në takim, disa për jush ndoshta e rikujtojnë. Thirre popullin tim të dalin nga Babilonia. Dhe ata që do ecin në dritën time, drita e tyre në këtë rast do shkëlqejë më tepër. Atë që po ndodh, dhe ati po thërret, sepse ligji i Tij është dritë. Karakteri i Tij është dritë dhe ka të bëjë me ecjen, me sjelljen tonë, vëlla motër, kur flasim të ecim në dritë. Sjelljen e përsosur të jemi imitues të Atit Elohim, Efesianët 5:1. Ligji i Tij është i dobishëm për mësim, për bindje, për ndrejtje, për edukim në drejtësi, vëlla motër. Ligji i Tij është i drejtë. Nëse do të edukohesh në drejtësi, do të shikosh atë që është e drejtë. Ligji i Tij është i drejtë, i mirë i shenjtë, Romakëve 7:12. Është frymëror gjithashtu në vargu 14. Ka principe frymërore që qeverisin jetën tonë. Kur i shkelim mas andaj ato, ka gjykime, vëlla motër. Që njeriu i Elohim të jetë i përkryer, i përsosur, si është ligji i Tij përsosur, Psalmi 19:7, Jakovi 1:25. Karakteri i Atit, tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Shkrimi, vëlla motër, ja të shkojmë shpejt. Çfarë tha Mesia? Ju foli atyre në këtë rast që takoi rrugës dhe i shpjegoi nga të gjitha shkrimet, gjërat që takonin atij. Ligji, profetët. Sepse në shkrimet lexohet ku, në shkrimet, dhe se përcakton Pietri Kefa këtu për profetin Jeshaja Isaia, që fliste për profesinë e Mesias, që po vi të vënë në Sion një gur të zgjedhur. Galatasve 3:8. Dhe shkrimi, thot apostulli, duke parashikuar se Elohim do të shfaqsonte kombet me anë të besimit. Krimi, ligji. Dhe ja dha më përpara Abrahamit lajmin e mirë që të gjitha kombet do bekohen në ty. Shkrimi, kush ishte që po flet apostulli? Ligji. Tras ligji që fillon që nga Zanafilla deri tek Mateu, vëlla motër. Po janë 5 librat e parë që kategorizohen Tora, ligji, por në këtë rast kemi fjalë të urta është ligji i Tij. Profetët, në të rast të psalmet është pjesë e këtij ligji që flitet për urdhrimet, flitet për sjelljen, për çdo
hapësirë frymërore që ne mund të marrim. Shkrimi, prap ligji, një tjetër evidencë. Po kjo është lidhur me parën e Timoteus 14 vëlla motër që po ta them. Prap shkrimi, ku ishte dekretuar, ku ishte profetizuar. Kur isha në botë, kur isha me ata në botë, thotë Mesia këtu, unë i kam ruajtur në emrin tënd për apostujt, edhe i kam ruajtur ata që ti më ke dhënë dhe askush nga ata nuk ka humbur përveç se birit të humbjes për Juda, Skariotin në këtë rast, që do përmbushe shkrimi. Që do përmbushe shkrimi. Ja çfarë thot Mesia që përmbushe shkrimi që kanë profetizuar profetët, ajo është shkrimi, ajo është ligji në këtë rast. Gjoni 17, 17, po fliste vetë Mesia, po i luteshe atit për apostujt e tia para se të largoheshe. Shenjtërojini në të vërtetën tënde, shenjtëroi në të vërtetën tënde për apostujt. Fjala jote është e vërteta. Veçoj, shenjtëroi në të vërtetën tënde. Kush është e vërteta është fjala jote. Çfarë fjale kishte këtu Mesia vëlla motër që po fliste? Jemi akoma në fillimin e shërbesës së tij. Atyre 3.5 vjetëve. Hiqte ke urdhrimet, shkrimin e atit, ligjin e tij, që të veçon, të ndan, të mban larg nga mëkati, të mban larg nga Babilonia, të mban larg nga kënaqësitë, nga qefet, nga immoraliteti, të mban larg sepse është zemra e atit. Nëse ti dhe unë dëshirojmë ta zbatojmë, do marrim shpërblimin. Jetën e përjetshme, mbas jetën e nisë të vërtetës. Mësuesi mirë, çfarë do të bëj që të gëzoj jetën e përjetshme? Zbato urdhrimet dhe do të jetosh. Masandaj erdhi ai tjetri, ishte i pasur. Çfarë do të bëj që të gëzoj jetën e përjetshme? Vepro kështu se do rosh dhe përmendi ligjin pak më përpara. Ja ta lexojmë pak edhe këtë shkrim këtu. Na mbush. Lexojmë ligjin e tij. Ti je i afër o Jahue dhe të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Fjala jote është e vërtetë. Fjalën e jote që ai kishte Mesia në atë kohë, që mbante scrollet e tija, në këtë rast mbante libërthat e atit. Ti je i afër Jahue dhe të gjitha urdhrimet e tua janë të vërteta. Shuma e fjalës sate është e vërteta. Kjo kishte në Psalmin 119, ishin ligji, urdhrimet e atit. Dhe të gjitha dekretet e tua të drejta që ndrojnë për jetë. Prandaj kur thot vllai që urdhrimi i ligjit tij është i përjetshëm, që ndrojnë për jetë. Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd dhe nuk ka asnjë gjë që mund t'i rrëzojë. Gjua ime do të shpalli fjalën tënde, ke ligjin, urdhrimet, po fliste Davidi këtu. Sepse tërë urdhrimet e tua janë të drejta. Kur është diçka e drejtë, a nuk do bashkohesh ti vëlla motër tysh në rrjedhën e drejtësisë? Që çdo shtrembërim që unë e ti mund të kemi në jetën tonë, në ecjen tonë, në atë rrugën e drejtuar, në mendje, në syrin tonë, do ketë kapacitet, ligji i tij drejtë, fjala e tij e drejtë të na drejtojë rrugën tonë, sipas vullnetit në këtë rast për të pëlqyer atit apo jo. Unë dëshiroj me zjarr shpëtimin tënd. O Jahue dhe ligji yt është gëzimi im. Ai që zbaton ligjin është i lumtur. Fjalë të 29. Por më në pak më përpara. Do shkojmë vëlla motër, do shkojmë tek do shkojmë tek Galatasët dhe masandaj do vazhdojmë në urdhrimet e tij. Veprat e mishit, ai mishi që nuk do të zbatoj ligjin e tij, Romakëve 8:7. Tani veprat e dukshme, veprat e mishit janë këto, të cilat janë thotë tradhtia bashkëtorë, prostitucioni që vjen në këtë rast kur vria këtu. Papastërtia, shturja, idhujtaria, magjia, urrejtja, grindje, xhelozitë, shpërthimet e zemrimit, ambicjet egoiste, mosmarrveshjet, eresitë. Ligji i tij është hequr. Është kuqëzuar, nuk kemi nevojë me tash kam besimin. Kjo është heresia më e madhe, sepse po anullon karakterin e atit.
heresi të inate, të zilit, të dejjet për të cilat po ju them që më përpara, ashtu si ju thashtë në të kaluar, thot apostulli, se ata që i bëjnë të tilla gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Olymp. Nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Tij ata që praktikojnë këto gjëra. Dhe njëra prej tyre ishte heresitë. I kanë lindur në 300-400 që sa po i përmenda për pak më përpara dokumentat e sekteve të ndryshme të besimit të mbasikjeve të apostujve, kryesisht në romakëve dhe katolik ortodoksë që kanë vazhduar të implementojnë gjëra të tilla, duke edhe në ungjilltarëve, degës së tyre protestante, la motër, mos u zemëro, por kjo është e vërteta na bën të lirë apo jo? Duhet na bëjë. Ligji i Tij është i vërtetë, i mirë, i drejtë, i shenjtë. Apo jo? Shuma e fjalës sate është e vërtetë. Urdhrimet e Tij janë të vërteta, atë ligj që kemi këtu në Psalmin 119, që Davidi kishte. Do ecë në liri sepse kërkoj dekretet e tua. A nuk tha vetë apostull? Në Psalmin 119. Do ecë në liri, në ligjin e liris, po apostulli tha Jakovi 1:25. Po çfarë duhet të thejmë vëlla motër? Idhujtaria, në këtë rast kur nuk zbaton ligjin e Atit, hym në idhujtari. E para e mbretërve 18 shikojmë Eliahun që përballet me mbretin, me burrin e Jezabelit apo jo? Ju keni braktisur urdhrimet e Atit, në këtë rast për balin, tha, dhe kur braktis urdhrimet ligjin e Atit, hyn në festat të tjera më së ndaj. Idhujtaria. Vëlla motër, tërë koncepti që Ati ka dekretuar që në të kaluar ka folur, çdo hapësirë frymërore, urdhrimet e Tija që ka dhënë, sepse duke zbatuar urdhrimet e Tija, populli i Tij nuk shkonte në idhujtari. Me të lënë urdhrimet, masandaj shikonje shturjen. Ja ku ke këtu shturjen, shikonje imoralitetin, shikonje çdo praktikë pagane, shikon çdo sakrificë, masandaj që benin ndaj festave pagane, ndaj balit kryesisht, që në ana figurative është Satani. Prandaj Ati thotë, kur zbaton urdhrimet e mia, do jesh në drejtsinë time, do jesh në këtë rast në festat e mia që u kam shkruar në ligji. Momentin që neve largohemi nga urdhrime nga ligjin e Tij, si ti dhe unë, për paktën për sa më përket mua, por normal që ka plot për vëllezërve sot dhe motrave, që vazhdojnë të mbajnë festat pagane. Sabati është festa e parë, nuk duan. Pashka e vërtetë në Eksodit 12 nuk duam ta mbajmë, marrim çik bukë, marrim çik kur të duam, në mëngjes, në drekë, në darkë, do mblidhem mund ta shqyrtoj veten. Po fliste apostulli të praktikojmë festën, të zbatojmë festën. Ne para Korintasve 5 dhe thotë Mesia që kur të mbani festën e Atit tim, që është e përjetshme, në Eksodin 12 thotë siç unë mbajta me apostujt e mi, kur të merrni gjakun, kur të merrni kupën, që është një paraqitje figurative e beslidhjes time, dhe kur të merrni bukën pa maja, jo bukët me maja, kur merrni bukën pa maja, atëherë do më kujtoni mua. Sepse unë ju bëra të mundur që ju të praktikoni festat e Atit, për ata që kanë zemër, thotë. Ky është konteksti i vërtetë vëlla motër për të zbatuar festat e Atit, sepse janë të përjetshme, kohët e caktuara të Tija, që Ati ka vendosur në kalendarin biblik. Çfarë kalendari ke ti sot vëlla që po drejton asamblejën? Ke kalendarin e Papa Gregorit me gjithë dashurinë e përuljen përpara teje. Nëse ka dikush nga ju që më dëgjon. Se është një agjendë tjetër, masandaj që Satani nuk le që të dëgjojnë këto mësime, se do të mbaj penjë. Çfarë kalendari po mban asambleja jote vëlla motër? Kalendarin e Papa Gregorit, me muajt nga janari, që ishte janusi, idhujtaria e kohës të romakëve, hynia me 2 koka, që është janus, e ka vendosur janari, dhe deri tek dhjetori. Ndërkohë, në 25 dhjetor adhurohej ringjallja e Zotit të Diellit, Nimrodi. Dhe morën katolikët masandaj dhe vendosën pemën, dhe po ajo është, ne do ta kthejmë kështu ja. Njeriu vendos traditat pagane që janë kotësi.
E dalim asandaj shumë prej drejtuesve, dalim me pemën mbrapa, të bardha, të kuqe, si të duash. Çfarë thotë Jeremia 10? Çfarë thotë ligji i tij? Që nuk do të ngrejmë asnjë pemë në altarin e tij, sepse është një gjë e perverse, thotë, e urryer nga Ati, është e neveritshme përpara Atit. Ligji për të rirë 19-18, shikoje në kontekst me Jeremian 10, nga 1 deri në 5. Dhe Bilesa thotë, ngrena të pemës, thotë, zbukuron me armë e argjend dhe që të mos lëvizi. As dikush që vetë e pret një dru në pyll. Sot nuk i pret, vëllamo, mos ki merak siç i prisnim kohë më përpara. Dhe linjat apo pishen. E keni dyqan sipas dëshirës. Janë gjëra idhujtarie, pagane, vëllamotër, praktikoheshin në kohët e Nimrodit, adhurimi i pemëve, gjëra të tilla. Unë të inkurajoj, vëllamotër, që të kesh urtësinë e shkrimit dhe të vim në të vërtetën e urdhrimeve të Atit, në momentin që praktikon ligjin e tij. Po ecë në të drejtën e Atit, ke besim tek Mesia dhe shumë prej drejtues më vjen keq prej vëllezërve, sepse në momentin që dikush do të praktikojë urdhrimet e Atit, masandaj flasim gjëra të çoroditura kanë rënë nga besimi. Nga e diti, vëllamotë, që kemi rënë nga besimi, sepse duam të nderojmë Atin në urdhrimet e tij. E duam me gjithë zemër Mesian tonë dhe dëgjojmë prej shkrimit çfarë thotë, që ai po na flet që të rrojmë nëpërmjet urdhrimeve të Atit. Mesia hebreu, që kishte emrin e tij Jashua, emrin e Atit. Dhe masandaj ne pas kemi rënë nga besimi, sepse duam të nderojmë Atin në Mesian, që ai Mesia i vërtetë na drejtoj gjithmonë tek Ati. Por ti do të mbash Mesian katolik ortodoks, mbaje vëlla, por nuk është rruga e mirë. Prandaj vëllai ka folur shumë për jush, apo kam inkurajuar zemrat tua duke dërguar mesazhe, duke thënë evidencat e shkrimit. Jo, okay, gjaku juaj nuk është me mua, vëllamotër. Do vazhdojmë derisa të kthehet. Për lavd ditë të tija. Dhe do vazhdojmë të kushtohemi me vëmendje leximit të shkrimit, inkurajimit, mësimdhënies që na thot shkrimi. Si mund të largohesh nga besimi, vëllai, kur ke një zemër akoma më të thellë ndaj Atit që nuk e dinim? Ne, paktën unë praktikoja gjërat pagane, pemët, vitin e ri, apo ku ta di unë, shën që kemi. Apo jo? Tani kur duke lënë idhujtarinë e asaj gjëje, do të zbatosh festat e Atit pas kemi rënë nga besimi, apo është gjë e kundërt, vëllai, se kur zbaton urdhrimet e Atit, po ecën në mirësi, kur le gjërat e Atit mos na shkon në idhujtari, që ishim më përpara dhe shumë prej jush duhet të dalin, me gjithë për uljen, vëllai, duhet të dalin prej gjërave pagane, prej traditave, prej denominacioneve, ke plot, numëroj tin, shikoj, 200 catë. Dhe po t'jap atë pemën në këtë rast ato denominacione që kanë lindur që nga këshillat e Laodicesë, Nicesë dhe Konstantinopolit, të tëra që lindën. Janë plot. 200 cajke nga njeriu. Ka folur gjë apostullit për denominacione, këta janë baptistë, këta janë reformistë, këta janë të Jovaj, këta janë të ditë 7, këta janë pentakostale, ka folur apostullit. Asambleja e vërtetë, mos mendo se janë denominacione të mbetja në Sion, mbetja që po flet Ati, mos mendo sepse janë brenda. Sepse po ti jesh brenda atyre, vëllai, je brenda sistemit të bishës së Romës. Dhe unë lutem për ata vëllezër që nëse po më dëgjon, vëlla, duhet të largohemi nga paudhësia, shkelja e ligjit. Mesia nuk bëri një gjë të tillë, nuk na la, nuk ka asnjë evidencë në shkrimin, përveç se po sjell përse i bëj të gjitha këto në këtë rast me detaje dhe menditoj dhe vazhdoj të sjell vetëm evidencat e shkrimit në mënyrë tërësisht të hapur. Duke thënë që ja ku i temi, ja ku e shkrimi në harmoni, vargjet e fundit të zbulesës flasin për hyrje në mbretëri duke zbatuar urdhrimet e Atit. Nuk na bën neve të ndërgjegjësohemi në zemrën tonë, vëllai. Po mundohemi justifikimet sa më të mundshme, siç e shikonja masandaj vëllezërit e motrat në fillime, e kuptoj, kur vjen drita e ligjit, kur jeni errësira, normal që nuk është e pëlqyeshme, por tashmë disa prej jush që duhet të ishit këtu në miqsinë tonë, duhet keni kuptuar që urdhrimet e tij janë të përjetshme, festat e tij janë të përjetshme, sabati i tij është i përjetshëm se është pjesë e mbretërisë që po vjen. Kolosianët 2 na flasin në këtë rast që kjo është hija gjëra që po vinë.
Në ai sabat në një tjetër, në Isaia 66, Ezekieli 45, flet për mbretërinë që po vjen, do t'i mbajmë në atë kohë.